Po të dëgjojmë aktorët, të gjithë palët nëpërmjet deklaratave që japim në një mënyrë apo në një tjetër, në mënyrë të drejtë apo të tërthor, jemi të fituar, kemi realizuar objektivat dhe kjo është pjesë e propagandës së pari, pjesë e menaxhimit të lajmit dhe në një farë mënyrë të dekurajimit ose inkurajimit që ka qenë përdorur dhe njihet sa vetë bota është e vjetër, njihen këto metoda, pa çka mënyrës së realizimit të tyre e aq më tepër të përqimit të tyre që sot fal teknologjisë ato shkojnë në të qindën e sekondës nga njëri cep i globit në cepin tjetër. E duke marrë në konsiderat që mashtrimi apo propaganda, si mund themi, apo lajmi si quajteni në gazetari jo i vërtet, për fat të keq fake newsi lëviz me një shpejtësi marramente duke llogaritur 6 herë më shpejt se lajmi i vërtet. Pra, në përgjithësi, publiku dhe qytetarët janë të prirur për të besuar atë lajm që ju shkon i pari, sepse nuk kanë fakte dhe fatkeqësisht fakte kërkon vetëm atje ku merren vendimet gjykata, kurse pjesa tjetër luajnë me informacionin duke e keq përdorur, duke e keq interpretuar deri në deformim të plot. Unë do thosha që ata, po ti dëgjosh në deklaratat e tyre, të dy palët do dalin edhe nesër, të uroj sa më shpejt në brenda këtij afati kohor të arpushimit, të nënshkruhet i marrëveshje, të ulen palët në bisedime dhe të deklarojnë përfundimin e luftës.